Majoranca socialiste ka propozuar ndryshimin e përbërjes së Komisionit të Reformës Territoriale për të zhbllokuar procesin e punës pas mungesës së Partisë Demokratike në mbledhjen e fundit. Sipas propozimit të socialistëve, komisioni do të ketë gjithsej 17 anëtar, 9 nga majoranca dhe 8 nga opozita. Socialistët argumentojnë se mungesa e demokratëve ka pamundësuar zhvillimin e mbledhjeve dhe pengon avancimin e reformës. Përmes kësaj kërkese të grupit parlamentar socialist, argumentohet se që prej krijimit të komisionit në datën 27/10/2025, nga 4 mbledhje të njoftuara rregullisht, vetëm një mbledhje është zhvilluar me përbërje të plotë të opozitës në një kohë kur kozjatja e punës në komision është parashikuar 9 muaj. Nisur nga qasja bojkotuese e opozitës parlamentare, theksohet në këtë kërkesë dhe propozohet që komisioni i posaçëm përbëhet nga 17 anëtar, nga të cilët 9 janë përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Socialiste dhe 6 përfaqësues të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, një përfaqësues i grupit parlamentar Aleanca për Ndryshim dhe një përfaqësues i grupit parlamentar të Partisë së Lirisë. Nga ana tjetër, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka mohuar çdo bojkot, duke thënë se mungesa në 2 mbledhje lidhet me arsye të tjera dhe ka kërkuar që çdo vendim të merret në mënyrë konsensuale. Nëse ju themi se duhen procese konsensuale, hajde të gjejmë mekanizma dialogu në frymën e rekomandimeve të BE-s. Ju thoni jo, hajdeni këtu, flisni kot. Ne do të bëjmë çfarë të duam. Për çfarë ju duhet opozita në tryezë? Për të shitur ju fasadën sikur çdo gjë funksionon normalisht? Jo, nuk është asgjë normale. Ju e dini këtë dhe çdo mik ynë ndërkombëtar e di. Në gjithë sjelljen tuaj kemi bërë të kundërtën e asaj që keni thënë publikisht për konsensus dhe konstruktivitet. Ju nuk keni qëllim qytetarët, por hartën elektorale. E bët këtë në vitin 2014 dhe e pam se çfarë bët, duke shkatëruar pushtetin vendor dhe duke dëmtuar qytetarët. Homologu i tij socialist Uland Balla paralajmëroi se komisioni do të mblidhet sërish të hënën dhe nëse Partia Demokratike mungon përsëri, përbërja e tij do të ndryshohet sipas propozimit të majorancës.